Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrë një mesazh nga orakulli. Ç'na thot mesazhi dashurisë për orakullin? Kopshti. Në këtë kohë është fantastik, juve shijoni bukuritë e natyrës. Jeni dashuritur në këtë univers. Shkëlqeni nga yjet, nga planetet, nga hëna e plot. Shpirti binjak. Ju keni gjetur shpirtin tuaj binjak. Keni respekt për veten tuaj. Pra ju keni shumë respekt për veten. Në këtë energji diellore, ju ecni në dritën e saj për të vajtur drejt kësaj kështjellës së paqes. Jeni si këto dy mjelma në këtë univers fantastik të mrekullueshëm, në këtë liqen, që ndriçoheni gjithmonë nga hyjet dhe hëna. Jeni një person hyjnor në këtë univers. Do të marrim dhe disa letra dashurie, mesazhesh për ju të dashuruarit. Ç'na thon këto letra dashurie? Është kurioz për shoqërinë tënde. Pra, i dashuri juaj është kurioz për shoqërinë tënde. Mbart mistere dhe sekrete në jetën e tij. Është i fiksuar shumë pas teje, thot. Të do pa kushte, pa kompromis, pa interes. Nuk jeton dot larg njëri tjetrit, keni një pasion të zjarrt për njëri tjetrin. Të dëshiron në një mënyrë të veçantë. Thur plane për ty në infinit. Pra këto ishin disa mesazhe dashurie të letrave Tea, të personalizuara për ditën e sotme. Shumë faleminderit miqtë e mi të dashur.